Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Ai është një ndër zërat më kritik, jo vetëm të politikës, të jetës sociale, të arsimit, një zë i besueshëm në fakt i drejt për drejt, dhe përveç se me të unë nuk mund të konsumoja shumë pyetje për mënyrën si jetojmë në Shqipëri dhe se sa ndikim kemi ne në jetën që bëjmë. Fillojmë. Ermala Simja, mirë se erdhe në Milori Podcast. Dua të konsumoj me ty disa pyetje që ne gjithmonë na lodhin, sidomos atë njeriu që na shen në televizion, që ne bëjmë biseda etj. A ka mundësi të ndryshoj cikli politik në këtë vend? Pyetje do të jenë ato pyetje që njerëzit kanë. Pra, ky cikël politik i stabilizuar që 91-shin, 92-shin, me pikat që kemi dhe që i dim, ka mundësi të ndryshoj apo rikthehet rreth vetes? Cikli politik do të ndryshojë atëherë kur ndryshoj kultura politike në vend. Do të thotë s'është një përgjigje spektakolare, nga ato që kanë qef shqiptarët që me një zgjidhje duhet bëhet kjo ose ajo. Do të ndryshojë atëherë kur njerëzit mos ta pranojnë të keqen, kur të ngrenë standardet e kërkesës që kanë ndaj politikës. Për aq kohë sa kanë këto standarde, s'ka me ndryshuar ndonjëherë, sepse politika është ofertë kërkesë, i përshtatet asaj çfarë kërkon thonjza tregu elektoral. Dhe ky është problemi. E vetmja shpresë këtu, se nuk shoh ndonjë arsye pse shqiptarët do bëjnë një ndryshim dramatik, përveç në një krize apo diçka çfarë. E vetmja gjë që tek e cila mund të mbështesësh pak shpresat, është që brezat e ri që vijnë, duke qenë pak më të lidhur me kulturën perëndimore, eventualisht mund të kenë kërkesa më të larta ndaj politikës. Dhe brezat e rinj që vijnë ti një më mirë sepse ti merresh me tregun e arsimit në vend. Në fakt si është? Si po vijnë brezat? Po kërkojnë të mirë arsimohen, po kërkojnë të prindër që paguajnë shkolla të shtrenjta, po pavarësisht se çfarë merr fëmia, pra si është qasja ndaj dijes? Është problematike. Tash më fal se s'po të sjell shumë optimizëm në podcastin tënd, po. Shpresoj që do kem të pyetje më optimiste. Po unë mendoj që hapi i parë për zgjidhjen e problemeve është ti vesh emrin e duhur asaj gjëje. Po të fillojmë të flasim pastaj për t'i bërë qejf vetes tjetër gjë. Brezat e ardhshëm, dhe kjo është historia e njerëzimit, janë më pak të përgatitur se sa brezat paraardhës të tyre. Sepse janë breza që janë rritur në kushte më të mira dhe janë rritur me gjitha me kontekstin ose idenë që shoqëria duhet ju siguroj gjithçka dhe kur diçka ju mungon, dhe kjo diçka mund të ketë s'ka limit pastaj. Një është e drejta atyre dhe dy është e drejta atyre pa realizuar. Të tjerët ja u kanë borxh. Kur janë të vegjël ja ka borxh familja, prindrit, pastaj më vonë ja ka borxh shoqëria. Dhe kjo automatikisht të çon pastaj drejt një oferte politike që është populiste. Por shpresa thash është kjo që duke qenë që brezat e ri kanë komunikim, janë shumë të hapur ndaj kulturës perëndimore, eventualisht mund të jenë edhe me standarde më të larta, të paktën në aspektin e moralit politik. Po ti vërtet e beson këtë, sepse unë mendoj që ne po bëjmë fëmijë që të mbarojnë shumë mirë shkollën tek Ermali, për shembull, se qarkullon, ne dim ku janë shkollat më të mira në qytet, edhe sa të mbaroj shkollën, ta nisja shtetit të bëj një shkollë andej dhe inshallah qëndron andej mos të vi këtu. Ne dëgjojmë me njëri tjetrin, ku e ke, u e kam Gjermani, sa mirë shpëtoi. Po. Mua s'pëlqen kjo që them. E di që më masakrojnë për komente për këtë që them, por kjo është një vërtet, le të thonë çfarë të duan. Kur shkoni andej, pastaj është histori tjetër, që se duan atë vend, që fillon i merr malli për Shqipërinë, i merr malli edhe për lagjen, edhe për pemën, edhe për kafen e lagjes, këtë e kuptoj. Por fillimisht duan të ikin. Tani ndodh sepse nuk dim të punojmë këtu ne, apo sepse ata që punojnë përjashtojnë këtu, nuk e di pse ndodh kjo që duam të ikim, duam të vim, duam jemi të çoroditur. Janë disa faktorë. Njëri faktor s'ka lidhje fare me zhvillimet, thjesht kur ka diçka tjetër më tërheqëse jashtë, do shkosh edhe do ta provosh. Ka dhe francezë që shkojnë studiojnë në Amerikë ose në Londër ose. Studiojnë, po unë nuk di, familje. Në Londër janë 300.000 francezë që jetojnë. Por çështja e taksash ndoshta. Ky është një faktor. Po. Nuk është faktori kryesor. Po nuk ikën popullata, rinia aty ikën marri rrugën. Pikërisht. Ky nuk është faktori kryesor, është tash po merrem me më të vegjëlit, ja nisa nga poshtë për të arritur më lart. Faktori kryesor është natyrisht gjendja e vendit. Është fakti që thot prindrit kur i nxisin fëmijët për të shkuar jashtë në universitete jashtë dhe për të jetuar pastaj eventualisht
I nisi me zemër të thyer, nuk ka njeri që do donte që ti çojë fëmijët ti thonë. Çdo kush i do afër. Por e bëjnë sepse konstatojnë që disa gjëra bazike, themelore, të cilat janë normale sot në pritshmëritë e njerëzve, në Shqipëri nuk i gjen dot. Ky është problemi i madh, edhe i përgjithshëm. Në rastin e Shqipërisë, ç'a ndodh? Kemi disa gjëra që janë të ngjashme me pjesën e Europës, edhe ke formimi i brezit ri. Kemi disa gjëra që janë specifike shqiptare, pastaj që kanë lidhje me kulturën qytetare, kulturën politike të brendshme këtu vende. Më specifike, si thuash. Ermal, mua më duket sikur këtu më duket, dhe këtu duhet ta them bruto siç e mendoj. Nëse ti jashtë ke mundësi zgjedhje, pra ke të rinj që studiojnë, ke të rinj që s'duan të studiojnë, ke të rinj që kanë prindër të pasur, edhe tërë jetën do të rri djali, babit, vajza e mamit. Ke të rinj që vinë nga familje të varfra, nga getot, që duhet të çajnë shumë gjëra për të arritur. Pra ti i ke tipologjit, mua këtu më duket sikur nuk kemi shumë tipologji, dhe sikur është prioritare ajo familja që asiguron çdo gjë fëmijës. Apo e kam gabim? Ndoshta është një iluzion pak i lehtë, sepse jo gjithë Shqipëria është si Tirana. Mos ta harroj. Fakt ti e një ndoshta më mirë se unë. Ç'ndodhi jashtë Vijës së Verdhë? Se unë ja plaj me këto kohë, po edhe përmes lajmeve dhe kur udhtoj ndonjëherë kuptoj ca gjëra, por kur kthehem në shtëpi dhe i harrojmë ne të Tiranës brenda. Ç'a ndodh andaj? Atëherë, jashtë Vijës së Verdhë ndodh ajo që ka ndodhur me Shqipërinë në 90-të, në vitet 90. Do shqiptarët në vitet 90, ata që ishin të ri, shkonin jashtë dhe natyrisht gjithçka i dukej mrekullueshme. Dhe nga që vini nga një vend me 700 probleme dhe 700 mungesa, ç'a bënin ishin shumë të uritur për të punuar, shumë të motivuar. Dikush i ka të gjitha gjërat aty s'ka një motivim të madh. Tani në Shqipëri po ndodh njëta gjë, vetëm se po ndodh në mënyrë pak më të reduktuar, por edhe brenda vendit. Domethënë ti ke Tiranën që ka përqendruar, themi, zhvillimin ekonomik, kulturor, arsimor etj. Dhe ke pastaj kur del te qyteti jashtë Vijës së Verdhë, kur del edhe shkon pastaj në vende të tjera. Atë uri që e kishim ne në vitet 90, le themi, tani e kanë jo në ato përmasa, po në krahasim me një fëmijë që rritet këtu ke bllokun Tirana diku tjetër, e ka dikush i cili rritet kushte shumë më të vështira. Atij duhet luftoj. Që të vinë Tiranë. Që të vinë Tiranë ose edhe që të spikasi. Edhe kjo është elementi i emigrantit. Unë e di këtë. Emigrantët shkojnë dhe justifikojnë shumica atyre që punojnë jashtë vendit, sidomos brezi i parë kanë justifikuar me punë, me sakrificë, për të qenë aty dhe për të sfiduar dhe një vendas që nuk ka dashur ta bëjë këtë. Unë këtë gjë e kuptoj. Ajo që shpeshherë më vën në dilemë është që ngelem tek familjet që ja plotësojnë gjitha fëmijëve. Përse këta fëmijë shpeshherë nuk janë në nivelin e dur, arsimor, kulturor, studiojnë në Londër këta. Por unë kam idenë që i ka parë Londra, s'kam parë këta Londër, për shembull, dhe vinë dhe kanë dhe anglishtën e çal, ndërkohë që kanë mbaruar fakultete për biznes, për, nuk e di, fillojnë këto shkollat e gjata, prestigjioze që kanë marrë diploma. Faktikisht kanë paguar prindrit, por këta nuk janë diplomuar. Pse ndodh kjo? Sepse në vitet 30 ka qenë diçka e tillë në kohën e Zogut, por sikur ka pas ca personaliteti që bënin shkollën dhe erdhën këtu dhe ne akoma i lexojmë dhe i kemi si mendje. Po tani këta pse nuk ndodh kjo? Pse janë parazituar në këtë? Shumë interesant ky shembulli që morën, në fakt, se po krahason aristokracinë e viteve 20-30 në Shqipëri. Shumica dërmuese të cilëve ishin bejler, në fakt, rritur në familje aristokratike. Dhe pastaj nga ana tjetër një lloj aristokracie financiare në ditët e sotme. 20 vjet të pasur, super të pasur ca njerëz. Kështu që janë aristokratët e kohës. Është aristokraci industriale që quhet Tocqueville. Që çfarë? Edhe ç'ku është diferenca? Një autor që kam shumë qefun, Alexis de Tocqueville, bënte dallimin kur shkonte në Amerikë, Francën me Amerikën. Dhe thoshte kështu, në Francë ti ke aristokraci gjaku, trashëgimia, okay? Në Amerikë nuk ke konte dhe baron, por çfarë ke aristokraci industriale, që shpesh është edhe më agresive etj. Ç'a ndodh me brezat e tjerë, domethënë me brezat që vinë? Aristokracia normalisht, jo gjithmonë, po aristokracia familjare e gjakut, e themi e trashëgimisë, e kulturës etj, ka prirjen që që ta trashëgoj më mirë dhe në mënyrë më lineare gjithë ato elemente që bën një aristokrat. Kuptoj.
Domethënë, fëmia e dikujt i cili është rritur me ca norma kulturore, caktuara etj, që shpesh nuk lidheshin as me pasurinë. Ne kemi pasur nëpër kampet e internimit nëpër gjithë Shqipërinë, do njerëz edhe nëpër burgje kudo, njerëz që kanë qenë duke ngordh urie, por nga ana tjetër kanë qenë aristokrat, sepse të fisëm, ashtu janë rrit. Dhe kur dolën nga burgu mbetën të fisëm. Dhe mbetën, do kanë jetuar kushte mizerabile. Ndërkohë që ke njerëz që sot jetojnë në luksin më të madh të mundshëm, kjo aristokracia e re industriale do qunte. Aristokracia e lekëve, si thosh. Dhe këta nuk e kanë të njëjtën gjë. Dhe kanë dhe një problem tjetër që kësaj lloji aristokracie i mungon kjo pjesa elitare, aristokratike në kuptimin bazik të fjalës. Se nuk e mësojnë dot, kanë gjithë mundësinë e botës. Jo të gjithëve. Jo të gjithëve. Më t'jap një shembull për shkak se nuk është këtë gjitha, jo, nuk vështirë ta bësh përgjithësimin. Një sipërmarrës i madh që njohun, një njeri që investon sot nëpër Zvicër, Kroaci edhe në vende të tjera, djali vet punonte kamarier në Zvicër. Do më thyen mes çuni. Punonte atje, merrte një rrogë, sa merrte bashkë me bakshishet e gjërat, dhe kuptohet që i ati s'kishte fare problem që t'i siguronte të gjitha gjërat. Por e kishte fut në punë për çdo gjë, edhe fëmijët e tjerë duhet bësh këtë, duhet bësh atjetër. Kjo është ajo që po them një kombinim pastaj i aristokracisë së gjakut, të normave, të kulturës etj, sepse dha atë elemente kishte pasur me këtë aristokracinë e re. Dështimi është atëherë kur kjo aristokraci e re, tash i populli i quhen zengjinët e rinjët, kanë këto lloj terma që unë si kam shumë qejf me të vërtetën. Çfarë bëjnë? Mendojnë që detyrën ndaj fëmijëve të tyre e kryejnë duke u plotësuar të gjitha kërkesat dhe dëshirat. Madje edhe mundësisht në mënyrë të dukshme, që duken që. Po, me makina të shtrenjta. Dhe është mënyra më e mirë për t'i marrë në qafë. Kam qenë një ditë në palestër dhe shoh atë pronarin e palestrës, instruktorin që rritet kështu i trullosi. Thonë, "Çka ka?" E shef atë 18 vjeçarin aty? Po, i thashëm, e shoh. Ka mush 18 vjeç dje, tha, dhe i ka ble jati kështu një Porsche, nuk e di se çfarë, 80.000 euro. Unë tha jeta kështu, ças bona këtu e si bona dot në herë, tha, 20.000 euro, ai 80.000 më për ditëlindje. Dhe ai e shifte nga ky aspekt. Unë e shikoja nga një aspekt tjetër, nga aspekti i arsimtarit. I arsimtarit jo thjesht teknik. Jo, e kuptoj. Njeriu që edukon edhe vlera, jo thjesht biologji, kimi dhe matematik. Po. Një fëmijë 18 vjeçar, të cilit ti i blen një makinë super të shtrenjtë në atë moshë, ti e çfarë mesazhi je duke i dhënë? Që ti në jetën tënde s'ke nevojë të lodhesh. Fare. Zero. Ky është problemi i madh që ekziston. Prandaj është ky dallimi midis këtyre dy llojeve të aristokracive. Unë e kuptoj këtë, po 30 vjet, 20 vjet pasuri. 20 vjet pasuri. Këtu ka njerëz që kanë pasuri vërtet të mëdha dhe që bëjnë dhe jetën e tyre me profil tulët apo edhe nga ata që duan ta bërtasin, po përse është kaq e vështirë që fëmijët e tyre të jenë të ditur për të menaxhuar në mënyrë më vizionare po këtë pasuri, sepse shpeshherë kjo lloj pasurie bie në duart të këtyre fëmijëve që nuk dinë, vjen një moment ndoshta do shkojnë 40, 30 dhe realisht nuk dinë dhe do jenë në varësi të një njeriu që gjoja është miku i ngushtë, të bordeve të caktuara, se as borde s'ka më këtu. Se këtu pronari ditë gjitha nuk ka dhe më, edhe nuk është se funksionojnë kompanitë e mëdha me borde, fjala vjen që ti ke 5 njerëz besuar, të mençur, që e di që çfarë do të ndodhi, këta do shohin perspektivën. Pra, përse nuk shohin dot kaq larg themun për mbarvajtjen e asaj që kanë punuar 20 vjet? E kanë keq kuptuar te pjesën e prodhimit të pasurisë, se mendojnë që paraja do prodhoj para. Ka qenë një statistikë interesante diku në Amerikë që tregonte që shumica e tyre e familjeve të pasura, zakonisht në brezin e tretë nuk ishin më të pasura. Trashëgimtarët deri ke brezi i dytë shkonte, apo ke brezi i tretë, shumica pastaj binin, si thosh, nga kategoria, për arsye sepse pikërisht për këtë që po flasim, vjen një moment ku ti mësohesh me idenë që gjërat janë të gatshme, mumudhan etj. Ata që janë më të suksesshëm janë ata, po ti shikosh edhe sot njerëzit më të pasur të botës, janë njerëz që kanë nisë bizneset nëpër garazhe makinash. Raporti me politikën ka qenë herë faktor në politikë, herë i jashtëm, por nuk e di si është raporti jot me politikën tani. Protagonist, duke e parë nga jashtë politikën, duke qenë pjesë e saj, nuk e di. Ambicia është aty, mendoj që kanë shumë njerëz ambicien dhe është normale. Ka një raport pandeshmërie të njerëzve kur flasin për politikën,
sepse zakonisht flasin me nisur nga ajo ideja që sa unë duhet t'jap kontributin timet. Ka ardhur gjithmonë me qesh për shembull kur dëgjoja njerëz që vinë kështu, unë jam kthyer nga jashtë për të kontribuar për atë dheun tim. Po pse vjen për qeshur me këtë? Sepse nuk e shoh këtë motivin kryesor. Domthonë ka dikush kur vjen edhe futet në politik, vjen sepse ka një ambicie se pushteti i jep adrenalinë, se ka rëndësi që gjërat ka rëndësi për të ose i pëlqen që gjërat që ai mendon, idetë e veta, qëndrimet e veta, do të thonë të kenë impakt të gjerë. Mirë, mos harro edhe këtë elementin. Jo, mos harro edhe këtë se këtu duhet mbetem pakun. Që ata njerëz që na shikojnë dhe që janë jashtë shtetit. Po. Mbasi kanë jetuar 5 vjet atje, kanë mësuar një sistem të ri taksash, një sistem të ri komunikimi, një raport të ri me shtetin. Po. Dhe ju duket kaq e thjeshtë, sepse është shumë e thjeshtë atje. Po. Edhe thonë si ka mundësi që s'bëhet në Shqipëri. Po këta njerëz thotë janë të korruptuar, nuk e din këtë dhe unë do shkoj tani dhe me dëshirën e mirë. Këtë përvojën se shumë e thjeshtë është si ajo që është gozhda është ai. Po të ma bëjnë kaq të thjeshtë. Po ky është teknicieni. Ky është ai që vjen dhe thotë ka një ide dhe ta jep idenë, por që nuk ka ambicie pushteti. Është tjetër gjë pastaj. Po ndoshta ka parë një parti si funksionon, ku dëgjoj në Holand, në Amerikë, në këto. Patjetër. Po është dikush i cili ka thjesht ide, ta sjell idenë edhe mund të shkruajë në Facebook edhe për të zgjidhur këtë gjë. Ky është tjetër nivel. Ti thjesht ke idenë. Unë po flas për njerëz të cilët kanë ambicien për pushtet, ambicien për të futur për të ndikuar në jetën e përgjithshme, domethënë përmes ideve, qëndrimeve vetë, dhe thotë duan ta bëjnë vetë. Jo thjesht duke ju dhënë ide të tjerëve. Dhe këtu ka një element të fortë, patjetër, egoizmi, egocentrizmi, gjitha këto bashkë. Kur ti fillon të zbukuron me altruizma, pastaj nuk je realisht duke thënë dash të vërtetën. Por ka dy lloje egoizmash. Se unë mendoj që ka vetëm egoizëm, nuk besoj te altruizmi, për absolutisht asnjë lloj arsye. Është një egoizëm që është egoizëm i mbyllur, egocentrik, që të vlen vetëm ty, të cilin ti e përdor vetëm për veten tënde, dhe është një egoizëm tjetër i cili është social. Është i dobishëm. Do të thënë, kur ti mund të ke egoizmin e De Gaullit, supozem, një ego dhe egoizëm gjigande, e llahtarshme, po që në fundit shkon edhe i vlen Francës, e ndërton dhe e bën atë personazhin numër 1 të historisë Francës, po të pyesësh sot nga sondazhe franceze. Dhe ka plot personazhe të tilla sa të duash. Dhe ke dhe egoizma pastaj të tipit që unë marr pushtetin, fiksimi im është mbaj pushtetin ose të vjedh atë më banale. Por ti nuk e shfrytëzon këtë gjën që ke në të mirë të tjerëve. Fokusi jote është fitosh ti. Po ti ishe tim politik një vit, kishe shumë gjëra në dorë. Çfarë do bëje 3 gjëra? Pisha unë politik, që do bëja, që pyetje e vështirë? Vetëm 3 gjëra. 3 gjëra, fillimisht se pastaj po të dash shumë, kanë frikë do bësh dhe ti si të tjerët. Gjëja e parë do përpiqesha që të garantoja që në Shqipëri të ketë minimumi demokracisë që janë të zgjedhë dhe lira dhe të ndershme. Dhe nga ana tjetër, ajo që është mendojën kushti themelor. Ky është përpjekja e demokracisë, është sistemi i drejtësisë e tjera, pastaj që po gjithçka nis ke zgjedhjet. E parë, nga pikpamja tjetër që është më e rëndësishme nga të gjitha, pastaj përtej shtetit është pjesa e ekonomisë, mirëqenia dhe zhvillimi. Dhe këtu ka vetëm një zgjidhje për mendimin tim, që vjen nga ajo çfarë besoj unë, nga ajo lloj koherence ideologjike që kam. Duhet ndar shteti nga ekonomia, siç është ndar nga feja. E kuptoj. Do njerëzit duhet i lesh të punojnë. Shqiptarët kur i le të punojnë edhe ja dalin. Ja dalin shumë mirë, në fakt edhe pasurohen, po të shikosh edhe jashtë, funksionojnë shumë mirë. Në Shqipëri nuk e dalin. Pse? Sepse pengesën kryesore ti ke shtetin. Dhe ajo që është paradoksi këtu, është në Shqipëri funksionojnë teoritë sipas të cilave shteti është i korruptuar, këtë konstatime bën të gjithë, është problematike, është kështu ashtu. Dhe të gjithë kërkojnë akoma më tepër shtet. Të fortë. Të fortë, patjetër. Duan më tepër shtet dhe më të fortë. Po ku ta zgjidhin këtu te ne? E zgjidh kollaj shumë thjesht. Si e zgjidh? Ti duke e ditë që problemi. Ti ke një pronë dhe ta marrin, ku do shkosh? Po kjo është çështja e sundimit të ligjit. Pra ti the kodi zgjedhor, pra le të themi zgjedh lira të ndershme, ndarja ekonomike sundimin e ligjit po të duash dhe nga pikpamja e mirëqenies, nga interesi i mirëqenies. Pastaj është ndarja ekonomisë nga shteti. Domethënë, ideja është kjo që shteti të ketë sa më pak ndërhyrje në ekonomi. Duke e ditë që shteti është problemi madhor sot në Shqipëri. Po të marrësh pyesësh bësh sondazhe sot me sipërmarrësit, e ti ta shikosh se çfarë do thonë. Problemet kryesore janë gjitha. Është kollajt kjo? Patjetër që është si është kollaj. Po të duash ta bësh. Problemi është që ai që është atje në pushtet
do duhet ti kufizoj vetes të drejtën për të arritur pushtetin e vet përmes taksave, ndërhyrjes etj. Do ta kufizoj këtë gjë dhe t'i japi pushtet atij që punon, sipërmarrësit. Kjo është arsye pse nuk bëhet. Dhe prirja e pushtetit është që ta zmadhoj pushtetin, jo ta zvogloj. E kuptoj. Ose për ta përkthyer në terma më thjesht. Unë jam për taksa të ulta, jam për shtet që nuk të rinë edhe të çan kokën me 700.000 rregullore të ndryshme, për cilave edhe vet ai inspektori që të vjen edhe pyet nuk ja di vlerën se për çfarë duhet ajo gjë, që vjen edhe shef plurin, thotë do të vej kaq 1.000 euro job se ke këtë plurin etj. Për shtet që lejon më tepër marrëdhënie bashkëpunimi midis njerëzve dhe nuk futet në mes për përcaktuar 700 kritere të ndryshme etj. Domethënë kjo është ideja. Mirë, unë e kuptoj këtë që thua ti, po si do operoj kjo, sepse ti do të thuash zgjedh lirat ndershme. Zgjedhje lirat ndershme mund të bëjnë që një herë në 4 vjet i të rrëzohesh. Patjetër. Edhe do pranosh ti të ikësh nga pushteti, si pa administratën, pa interesat ekonomik, si unë nga pushteti. Ti tani po flet sikur unë isha kryeminist, ose do isha kryeminist e Shqipërisë. Ke një vit kohë për ta bërë të zgjedhje, o do rrëzohesh pas 4 vjetësh fjala vjen, ose do rish 14 vjet pushtet. Tani, që flasim shqiptar, që flasim hapur. Ja tregoj diçka. Se unë mendoj që ka diçka që është po aq e rëndësishme dhe madje shumë më e rëndësishme se sa thjesht çështja e përfitimit material që ti ke. Qoftë në financa ose përfitimit simbolik, rritja e pushtetit tënd, mbajtja e pushtetit tënd etj. Dhe kjo gjë quhet respekti që ke për veten. Kur ti dhe këtë ta kanë injektuar prindit që kur je i vogël, nuk ndryshon dot më vonë pastaj. Ka ca njerëz që nuk e kanë problem, nuk kanë turp, mund të bëjnë gjithçka. Ata nuk vujnë, janë të lumtur. Ai që vun më tepër është ai që ka ndërgjegje. Problemi është kur e ke këtë ndërgjegje, thon e kam këtë ndërgjegje. Çfarë ndodh? Po ta jap me një shembull shumë konkret. Kur bëm shkollën, Ernest Koliqin, objektivat e mi ka qenë kjo. Unë dua një veprimtari ekonomike. Unë dua të ofroj shërbimin që unë mund të ofroj, që mendoj që është cilësor, mendoj. Domethënë si njeri i arsimit me një farë përvojë, një farë shkollimi etj. Dhe mbi bazën e kësaj oferte unë dua të paguhem kaq. Domethënë siç funksionon ekonomia e tregut. Unë po të ofroj ty këtë shërbim, dua të paguhem kaq. Domethënë dua të siguroj një mirëqenie në jetën time. Ky është njëri. Elementi i dytë pastaj unë dua që kur të dal në rrugë, njerëzit edhe mundësisht më respektojnë për këtë gjë që bëj. E ke fituar këtë. Ke fituar dhe emrin e mirë të shkollës tënde dhe produktin e mirë dhe respektin. Pikërisht. Çfarë ndodh tash? Ka njerëz që realizojnë njërin në kurrizë të tjetrës. Ka njerëz të cilët janë domethënë, kjo aspekti i rendjes mbas lekëve me çdo kusht, se nuk shoh në gjë të keqe që dikush të dojë të fitojë sa më shumë, absolutisht jo. E kuptoj. Por kur ti bën kompromise, thon unë dua të fitoj shumë, por ama dua të fitoj pa ofruar diçka që është e vlefshme, dobishme etj. Atëherë nuk ka asnjë lloj kuptimi për mua që jam rritur me këtë lloj filozofie e mentaliteti. Sa vjet ka shkolla jote? U bë 15 vjet. 15 vjet. Tash për ta ilustruar akoma më me detaj. Këto 15 vjet i vazhdon po njësoj pa çeduar te këto të dyja. Absolutisht. Patjetër. Dhe kështu do vazhdosh deri në momentin që thua do vazhdoj kështu se ose s'ka. Po mirë, nuk s'ke pasur ti sfida për të bërë ndryshe? Sa të duash. Oferta për të bërë ndryshe? Sa të duash. Domthonë po them 7 vitet e para të shkollës, apo të jap një detaj kështu kontabiliteti. 7 vitet e para të shkollës, shkolla ka qenë me humbje. Konsiderueshme. Ndërkohë, klasat kanë qenë gjysma bosh ose gjysma plot, varet si unë shikoja gjysma plot. Dhe kërkesat ishin të pafundme. Ne ishim me humbje, preferonim që të qëndronim me humbje. Klasat i mbanin për gjysmë, sepse mendonim që ajo gjysma tjetër që do t'i mbushte nuk ishte në nivelin e duhur për atë shkollë. Në nivelin e duhur në bazë të bën test. Që arsye, patjetër testi ose edhe për arsye sjellje, disciplinë etj. Do të thënë, ti nuk pranon fëmijë që kanë lekët që mund të blejnë më shumë se sa vitit, më shumë se ti kërkon, por që janë arrogante dhe thjesht ti kalosh. Se dikush mund të thoshte normal, po kaloj këta edhe merr ato lekë 4 vjet, 5 vjet sa rrin aty. Po nuk do kisha këtë respektin për veten. Unë mendoj që është i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Ka njerëz që kanë ardhur në shkollë, po tregoj rastin e dikujt, po pa emra, pa gjë, vjen dikush edhe ja ti kishte biznese në Amerikë dhe në Shqipëri, lek pafund. Edhe vjen aty me çuni futet në test edhe del dobët. E i them, se nuk është çështja që kam një gjë me nxënësit që janë dobët ose kështu, ka shkolla plot sa dush në Shqipëri.
Thjesht shkolla që kam ndërtuar është fokusuar për nxënës të mirë, fokusuar për nxënës që kanë ambicie shumë më të larta se sa mesatarja. Kështu që në këto kushte nuk ka kuptim që ti të vish kur je i dobët, vish harxhosh lekët kot të shkolla ime. Ke shkolla të tjera, nuk është problem që nuk do të mësosh, që aq do të mësosh. Aq atë e vendos ti është legjitime. Thjesht dua që kur vish në shkolla ime, kjo është te shkolla që kam dizajnuar për këtë gjë. E kuptoj. Dhe vjen ai tipi, fut del në test do, pse s'do e merrni, po pse gjithë shkollat e tjera marrin. Le ta marrin, nuk është për këtu se unë nuk mendoj që mund ta ndihmoj këtë. Thjesht do të marr lekët kot, po nuk do ta ndihmoj. Edhe mund ta ngel në fund. Kështu që shkon shkollë tjetër. Jo po kështu është. Dhe unë jam gatshëm do të paguaj edhe 10 fishin e tarifës po desha. Vetëm ma merr. 10 fishin. U mendove ti ndonjëherë këtu të më thuj të drejtën tani? Jo. Tani bëu i besueshëm tani 10 fishin. Jo. I thoshe jetës për sa vjet i thosh? Jo. Se do të thot dikush andej, kishe thënë jetës mirë pafshim o Ermal vazhdoja. 3 si ky edhe që do ta hesh mbyllje. merakun edhe nga pikpamja e kontabilitetit, nga pikpamja financiare s'ka asnjë lloj kuptimi. Jo më nga kjo pikpamja e respektit për veten. Pse? Sepse nuk ka rëndësi ti ja pranon njërin që të paguaj 10 fishin apo pranon 10 nxënës që do paguajnë të njëjtën shumë, se vendet ishin aty. Vendet ishin. Nuk kisha problem se s'kisha ku ta fusja. Çështja është që ti mund të marrësh, mund të fitosh në aspektin financiar, por je duke shkatruar diçka tjetër që është shumë e rëndësishme se sa aspekti financiar. Është një autor i famshëm që është Jordan Peterson, që patjetër që e njohim, i cili thotë që nëse ti do të ruash lekët ku ti mbash atje, vendi më i mirë ku mund të ruash lekët është reputacioni jot. Po mirë, reputacioni blihet. Në Shqipëri. Jo, në Shqipëri nuk e di, ndoshta edhe blihet, po. Edhe në Shqipëri, me thënë vërtetën ka njerëz që e prishin reputacionin dhe nuk e krijon dot më. Ka njerëz që mendojnë që dhe reputacioni dhe klasi blihet. Unë mendoj që mendoj gabim. Dhe sado lek që të kenë, çdo lloj gjëje që të bëjnë, kur ti ke krijuar një përshtypje të caktuar për vite të caktuara, ke shumë vështirë që ta kthesh mbrapa atë. Dëgjoj. Merresh me prindër të pasur, prindër modest, prindër të ditur etj. Ti vetë ke 3 fëmijë. Po. 2 djem, 1 vajzë, sa janë djemt? 21 dhe 16 dhe 4 vjeçë. 21, 10 vjeç ke lindur. Do thoshte dikush, sa vjeç ke qenë kur ke lindur djalin e parë? Kam qenë 29. Në një moshë të re. Në një moshë të re. 29, tash se di. Jo, relativisht, po se 30-a e sotme është 20-a e djeshme, kështu është me. Çfarë babai je ti? Çfarë babai jam unë? Në çfarë drejtimi, çfarë kuptimi do unë? Çfarë babai je? Çfarë prindi je? Jam prind me ambicie për fëmijët e mi, por ambicie të jo të personalizuara nga ana ime. Do të thënë përpiqem, shpresoj që fëmijët e mi të gjejnë veten në ato çfarë kanë qef, pa u ndikuar shumë tek ajo, por që unë patjetër që kam ato dëshirat e mia, do doja që të bëheshin jo mjek, jo inxhinier etj. Çunat që janë më afër asaj gjëje natyrisht nuk kanë bërë asnjë rast tjetër. Çfarë janë ndjen, çfarë prirje kanë? Po i madhi është më tepër artist. Domethënë është kitarist autodidakt, ka qef psikologjinë, është këto ngjajë që ke shkencat sociale si thua, po pavarësisht se në këtë moshë zakonisht është edhe e përgjithshme te të rinjtë sotëm që kalojnë nga njëra deg te tjetra e kanë mundësi. Sa të gjejnë veten. Kur në brezin tim ti mendoje do studioj këtë gjë dhe do shkonte. Kurse i vogli është futbollist, se ka marrë me qef futbollin, domethënë është në një akademi futbolli, bën dhe shkollën, nuk është në Shqipëri, është në Francë. Kështu që ka atë pasionin e vet për futbollin, nuk e si kam thënë një herë, kam pyetur një herë, domethënë nga këto prindit që thonë, pa çet do më bab, po jo kështu, po ashtu. Ja, ke qef futbollin, po. Okej, në rregull. Si mund të ndihmoj unë? Kam shku, kam folur me trajnerët, me duke përpjek më interesu dhe unë për futbollin, se përveç asaj që shoh në ekran dhe që luajn kalçeto nuk marr vesh në gjë. Edhe ti e bën këtë, unë bëj një hile me çunin tim që shpresoj mos ta shofi këtë, e do ta flas shumë shpejt shqipen se e di që më thot filmat që ndjek, edhe më thot ma shikoj ti. Unë hy në Google, ju shoh fundin, edhe pastaj diskutoj sikur i kam talent gazetari. Nuk mund të rri të shikoj tani 20 serit. Këtë do ta hedhim në YouTube, por nuk e tregoj Aidenit. Jo, këta të mit nuk shohin shumë filma, por
Po jo, jam përpjek që t'informohem për futbollin, më ka qenë gjë e re për mua dhe ti e ndjek seriozisht futbollin që kur të flasësh me atë ti të dish për çfarë flitet. Unë ndjek futbollin me cilin merret ai. Ti e ndjek. Por natyrisht që kam një vëmendje pak më të madhe tani. Nëse më parë nuk e çaj ku kush lund tek Real Madridi e Barcelona. Më me ChatGPT-n fut emra ti thotë gjithë se. Tani interesohem se du që nuk e bëj për të lagohem. E qartë. E bëj sepse du që kur të flas me çunin, dhe ai do përdori terma se ky unë jam Luisi ky të kuptoj që ti e di gjë, nuk po unë ta di se çfarë drejtë është pyka, se kisha iden. Do thonë, kështu që kjo është. Pyka është tip qendër sulmuesi, ai që i vin topat pret e i shpërndan ke sulmuesit e tjerë. Po djali çfarë është? Është në këtë pozicion? Qendër sulmues. Është qendër sulmues. Po. Edhe ti e mësove skemën. Mësove një 2-3 gjëra sa për të bërë bisedë, po kam mësuar shumë për futbollin gjatë kësaj kohës, edhe për pjesën e stërvitjes, edhe për anatomi, po duash, për dëmtimet e ndryshme që mund të ketë futbollisti, për mënyrën si funksionon futbolli në Francë, për mënyrën e federimin e tjerë. Mund të kisha qenë trajner i mirë në fakt, se dha i trajneri me arsimin lidhet disi. Shiko, është interesant, se unë kam parë filma, them unë s'kam parë në Google, unë me ca filma kështu tip koreano, me të animuar, aty nuk pata nerva ta shikoj gjithë serialin dhe hyra pash. Po një serial që më rekomandoi djali im ishte më i bukur isha unë, pastaj më kurioze se ai. Kështu që e dim këtë, edhe unë jam që i lëvroj shteroj deri në fund. Ajo e vogla pastaj çfarë është? Sa vjeç është e vogla? E vogla s'ka akoma profesion. Po sa është? 4 vjeçë diçka, e pak, 3 muaj. Që është një fishek zjarr, kjo është pak po e sigurt, ë? Nuk është hiperaktive, është një fëmijë i gjallë. Është e shkafët. Është e shkafët dhe e ndrojtur, do thënë, por kurioztare shumë. Kurioze. Dhe manipulimi i vogël që kam bërë është që ja kam orientuar në disa aspekte atë kërshërineve. Për shembull, në darkë kur vjen orari i gjumit, babi thotë hajde thotë se do më tregosh histori. Edhe unë ja jap dhe opsionet, a do histori, do legjend, do mit apo prall. Histori, legjend, mit, prall ti e mëson që tani, wow. Dhe ajo çfarë ka? Ka ngort për histori. Ajo ngort për histori. Ngort për histori. Domethënë mitet, prallat, legjendat i duken kështu si, vetë se janë vërteta, kështu që pse duhet. E qartë. I dëgjon dhe ato, i ka qef, po të fillosh t'ia tregosh, i dëgjon, por preferon historinë. Shumë historitë tash se ti do të tregosh historitë përshtatura për fëmijë, por shumë historia historinë e Skënderbeut me 7-8 episode të ndryshme, betejë kryesore, kthimi i vajtje etj. Këto i ndjek, i ka qef jo Hamza Kasterioti që kështu ashtu etj. Ka pastaj të tjera, çfarë histori do i tregosh? I tregova historinë e mbretëreshës Teut, Piros e Pirit, nga këto ka qef edhe histori të vjetra, kuptohet, ose Hannibali për shembull, shkoi luftoi me Romën ose këto ata. Dhe ka filluar me bën lidhjet. Kur flet për shembull, i flasun për supozojmë luftën e mbretëreshës Teut me romakët, deri në far pikë ja tregojnë të gjithën. Se s'është aq optimiste si histori, por kur ja tregoi atë historinë, ajo e bën lidhje midis romakëve që luftojnë me Teutën dhe romakëve që kanë luftuar me Hannibalin. Është e zgjuar. Më përpara. Është fëmijë normal. Është kurioze, është një fëmijë që është më i zgjuar se sa të tjerët ose më pak i zgjuar se të tjerët. Fëmijë normal. Çunat e kanë elementin Ermal Hasimas, ti te kush e sheh veten më shumë? Kush ka më shumë elementin tënd? Besoj që fëmijët duken kur arrin nga mosha 25-30 vjeç. Atëherë ju ngjajnë më tepër prindërve. Sepse atëherë mbarojnë gjithë periudha e eksperimenteve e gjëra dhe atëherë fillojnë edhe kthehen tek ajo që është bazë, tek ajo çfarë është e sigurt, tek ajo çfarë e dinë që ka funksionuar etj. Sepse shikoj që edhe fëmijë që nganjëherë edhe ju kanë dalë nga duart prindërve, nuk kanë pas shkollimin e dur, por kur kanë pas prindër të mirë, e gjejnë në një farë mënyrë kthimin tek ai modeli i prindit. E qartë. Por kuptohet kanë humb shumë nga pikpamja teknike. Ky është problemi vet. E kuptoj. Ti mund ta kesh prindin për shembull sipërmarrës ose shkencëtar çfarë dush ti. Po i ka dalë fëmia prej durës, si themi ne, domethënë, sepse dhe nuk e ka bërë shkollën që duhet. Vjen një moment ku ai kthehet, ka reflekset edhe filozofinë e prindit, po ndërkohë s'ka bërë shkollën. E kuptoj. Kështu që këta të mit, nuk e di, unë do t'i shoh tamam më vonë se cili prej atyre ka gjëra nga unë, patjetër.
ka gjëra. Edhe i madhi, edhe i vogli, edhe goca në fakt. Por goca është komplet, po. Se di. Gocën që e njohim e dim që është komplet. Fëmijët marrin nga të dy prindit. Patjetër, edhe patjetër ajo ka marrin nga mjedisi, nga shoqëria. Patjetër, por ti ke për 2 libra? Ke shkruar 2 libra në jetën tënde apo 1? Para një 2 muajsh ula të shkruaj librin tim të romanin tim të dytë. Romanin e dytë për librin e tretë. Shkruajta një 7 faqe dhe kalova direkt te romani i tretë. Që tani po shkruaj të tretin. Unë kam shkruar 2 libra, libri i parë ka dalë vetëm në një kopje, është printuar vetëm në një kopje. E kam shkruar vetëm për çunat e mi dhe 2 personazhet kryesorë janë 2 çunat, janë aventurat e çunave. Libri ka titullin Aventurat e Jonit dhe Lindit. Janë emrat e djemve. Janë 2 çunat, po. Edhe e printova në një kopje të vetme. Është botuar vetëm në një kopje. Libri botuar është fjalë e madhe. Okej. Po botimi është libër ama ka pak me gjitha. Se ti mund të jetë 50-60 faqe ndoshta. Kuptoj. Edhe ju adhurove të dyve. Po, vetëm atë kopje, edhe po ja u lexoja. Ja lexoje ti. Të voglit, po, se i madhi mund ta lexonte. I madhi e lexoi i madhi. I madhi e mori, filloi ta lexonte dhe ani nga faqja 3 e 4 i përputhej plotësisht përshkrimi i veti dhe i vllajt, me personazhet që ishin në libër. Se me syze, donin kështu thanë kështu etj. Edhe kthe librin hap kapakun, thotë, pse ky libri s'pas ka emër autori, tha. Ka qenë diku në klas 5. Dhe kështu që aty u mor vesh pasaj që ishte mua veti. Kujti pas ka ngjarë ky djalë? Detektivi vërtet, detektiv. Kurse libri i dytë pastaj është e shkuar e pakryer, që është historia e gjyshërve të mi. Gjakova pastaj, Gjakova që. Po. Gjakova që ka një pjesë kaq të mirë edhe që ti e ruan dhe e konservon kaq mirë Gjakovën, edhe un jam dëshmitare, kam qenë Gjakov, do vinë Gjakov prej teje, dua Gjakovën në fakt, edhe si unë shumë miq të tjerë të rrethit ton. Ti je optimist për Shqipërinë normal? Ta them shumë sinqerisht këtë. Je optimist apo kur të mbaroj kjo bisedë, se unë në televizion bëj shumë biseda. E di çfarë më trishton më shumë kur ne bëjmë debate dhe kur dalim themi kështu ka qenë, kështu do jetë. Mua kjo gjë më mërzit, seriozisht. Ndonjëherë kur mbaroj debatet caktuara dhe jam makinë që shkoj në shtëpi, unë mërzitem nga kjo. Them, sikur shumë pak nga gjëja që ne flasim, sikur shumë pak të zëri vend dhe të eci përpara. Si ti je optimist? Po, unë jam optimist. Jam optimist. Sa mirë që ka njerëz si ty se Jam optimist instinktiv. Ka momente ku më kap edhe mua një lloj kështu. Mërzitje, trishtimi, dëshpërimi nganjëherë. Po ja kam gjetë ilaçin. Sa herë që më kap diçka tjetër, filloj dhe marr e bëj diçka. Momenti që bën diçka të kalon ajo gjë. Tash në raport me Shqipërinë në tërësi, problemi është të bëj një pyetje thjeshtë, domethënë. A jetojmë ne më mirë se sa 92-shin sot? Në përgjithësi. Unë mendoj që jetojmë më mirë se sa 92-shin. Po ka ecur bota normal, se si do rrinim ne? Do rrinim mishull në mes. Ka ecur bota, shkojmë Malzi, shkojmë në Greqi, shohim 2 momente, shkojmë Kosovë. Edhe shohim që ka gjëra më të mira se ne. Me këtë jam dakord. Domethënë, ajo çfarë na zhgënjen, çfarë na mërzit neve, sepse ne nuk jetojmë më mirë ose nuk jetojmë si në pritshmëritë tona të 92-shit. Por ama jetojmë më mirë se 92-shin. Dhe shpesh burimi i këtyre të mirave që ne kemi nuk vjen dhe aq nga ajo çfarë shteti ose jo shteti, ta thash në fillim është pengesë. Pengesa madhore e Shqipërisë. Shteti nuk prodhon asgjë, s'të ndihmon për asgjë, dhe në fakt prish punë, të pengon për gjithçka që ti bën. Por të mirat na vijnë për shkak zhvillimit të teknologjisë, rreth parë, që është neutrale, nuk është se ka lidhje me Shqipërinë ose diçka tjetër. E dyta sepse Shqipëria është e lidhur, është në një frekuencë ose të paktën ne kemi lidhje litar mas qerrës së perëndimit. Edhe na tërheq ajo nga mbrapa. Për shembull, për ta përkthyr me terma të thjeshtë, më konkret, ne ato standarde demokratike që kemi sot në Shqipëri nuk i kemi prej politikës aktuale. I kemi për shkak sepse Shqipëria do të integrohet në Europë dhe ata na imponojnë këtë lloj, ose sepse besojmë më shumë Amerikën se sa vetë politikën tonë, dhe Amerika lung të lloj roli pozitiv për Shqipërinë. Por këto gjëra ekzistojnë. Për çfarë arsye jemi më mirë, patjetër që ka shumë arsye dhe nuk është dhe shumë merita jonë.
dhe meritet. Por ama më mirë jetojmë. Po. Jetojmë më mirë se sa më përpara, por jetojmë më pak mirë se sa i kishim pritshmëritë dhe më pak mirë se sa meritojmë pjesa më e ngritur dhe më e hajrit tek këtij vendi. Është pjesa tjetër e vendit pastaj që e mban vendin të ngjeshur. Janë ata njerëz të cilët shkojnë dhe votojnë për dikë, ja japin votën duke e ditë që ai person do t'i vjedhë. E kuptoj. Kështu që është një lëvizje zvarritje për nga lart, e ngadalshme, ndërkohë që duhet kishim ecur shumë më shpejt se sa kaq. Prandaj un jam optimist i përmbajtur, jo naiv, por jam optimist. Ka një moment që e thyer ti? Dhe si e ngritur nga thyerja? Flas për aspekte profesionale se kam më kollaj. Po, përpara disa vitesh për shembull, isha pjesë u bën plot vitesh, 15 vjet, 16 vjet. Isha një nga themeluesit e një nisme arsimore, universitare. Po. Kishin vizione të ndryshme, ide të ndryshme, standarde të ndryshme, gjithashtu dhe patëm përplasje të forta aty brenda. Vizionin që kam unë për universitetin, që kisha si një nga themeluesit, edhe një nga personat që isha zëvendës rektore tjetër, është ai vizion që kam sot tek shkolla ime. Po ke shkolla jam rehat se jam unë edhe 3 partnerë francezë që janë në të njëjtën frekuencë me mua. Kurse në atë rast nuk ishim në të njëjtën frekuencë, është normale që të kesh ide të ndryshme, të kesh projekte të ndryshme, por natyrisht nuk janë as projektet e mia dhe as idetë e mia, më vonë pastaj u largova nga ai vend, u shita aksionet dhe ika. Por ka qenë një periudhë thyerje e madhe, thyerje në kuptimin që shikoja që isha i bindur në kokën time që mund të bënim mrekulli, mund të bënim diçka fantastike, dhe nuk po bënim diçka fantastike, po bënim diçka tjetër. Ike? Po, ika. Ika se nuk ishte... Ti kur thyesh ikën, apo zihesh, apo krijon, si është ikja jote, si është kur ti e mbyll një gjë? Nuk është depresion. Momenti që thyem, refleksi im i parë është që të nis diçka të re. Do të thënë është ajo që thash edhe më përpara. Vendimin për këto ikjet, mbylljet të vjen akut apo ti e ke menduar? Jo, vjen më gradual. Të vjen gradual. Kam një lloj mosbesimi, skepticizmi dhe ndaj ideve dhe frikrave të mia mbi të gjitha. Do të thënë, po nuk jam njeri që vepron mbi bazën e asaj ç'a ndjen në moment. Do të thënë, mbi të gjitha përpiqem të përdor arsyen. Refleksi im i parë është që gjërat nuk janë asnjëherë ashtu siç duken. E kuptoj. Do të thënë gjërat janë gjithmonë më ndryshe, kështu që ti ke gjithmonë mundësinë që të marrësh më tepër informacion, ka gjithmonë opsione të tjera që nuk i sheh në atë momentin e parë, dhe patjetër duhet t'i eksplorosh gjitha. Kur t'i eksplorosh, po, pastaj murit me kokë nuk do t'i biesh. Duhet mendosh diçka tjetër për të bërë atë që ti do. Dhe këtë kam bërë dhe situata për cilën po t'rregoj për shembull, është një situatë që ka zgjatur rreth një vit e ca. Një nga gjërat që më dëshpëronte më tepër ishte sepse shikoja që edhe njerëz që unë i vlerësoja, i respektoja, nuk ishin në anën time, po ishin në anën e një status quo ndoshta. Një status quo ose në anën e diçkaje që duke qartë që nuk do funksiononte. E kuptova. Por në fundit kam një lloj prirje për të justifikuar njerëzit. Do të thonë nuk ja njoh vetes atë privilegjin e drejtës absolute. Të kuptoj. Megjithatë, ti thua që fillon një gjë të re, ke natyrën tënde, ke ndonjë peng në këto situatat e tua që për shembull mirë do ishte t'ja kisha thënë këtë, ose mirë do ishte mos kisha ikur, ose ke peng në vendimarrjet e tua, ke? Apo e mbyll? Jo të mëdhaja. Jo të mëdhaja. Jo të mëdhaja. Ose janë çështje rinie pastaj, po që s'ka ndonjë lloj vlere të madhe sepse ti thjesht ti zgjedh një opsion midis 10 opsioneve tjera. Kierkegaard thoshte vendimi është një çast marrëzie. Sa herë që ti zgjedh një opsion ke hiq qafe pafund opsione të tjera. E kuptoj. Që të duhet ai momenti i marrëzisë që ti do zgjedhësh se çfarë do bësh. Gjëra të tilla, po jo në një peng, jo në lloj pengu të madh. Gjëra të tjera po, nganjëherë për shembull, e kam menduar këtë gjë në 2005 kur dash dorëheqjen nga këshilltari kryeministrit në atë kohë.
një farë mënyrë dorë dhe u tërhoqa nga politika. Mund të kisha ndenjur aty. Kishte, me sa mora vesh më vonë, kishte patur plane të tjera për mua, domethënë, por që natyrisht nuk është se më ishin, nuk më interesonin dhe shumë, sepse ishin plane përmbyllse, plane pensionin moshën 30 vjeç. Tipit jo më fut në diplomaci, në për ambasade, gjëra të tilla. Domethënë, gjëra hajde të të fus në një zyrë dhe të jap një shpërblim, ndërkohë që nuk ishte kjo ajo gjëja ime. Më ka tërhequr gjithmonë aksioni, është ajo ideja që edhe sot kur e mendoj për shkakun jetën time, kur i kthehem mbrapa, me që jemi këte këto regrets, si ta themi, pishmanet, keqardhjet, pengjet. Do kisha dash për shkakun që të kisha studiu për ekonomi. Do të isha ekonomist. Ose inxhinieri, ose diçka tjetër. Por çfarë lloj gjëje që krijon një produkt konkret. Unë studiova për gazetari, ja futa kot. Se s'ke nevojë të studiosh për gazetari, lexon një manual gazetarie e u bëre gazetar. Gazetari i mirë është ai që njeh një fushë, jo ai që mëson se si do shkruaj shkrimin. E para, e dyta shkova në Francë, studiova për shkenca politike. Tu s'ishte dha faji im, thjesht mu dha mundësia me shku dhe shkova. Do m'ja futa prap kot, se prap për shkenca politike ti merr lexon ca libra, tu s'ke nevojë. Dhe 95% e gjërave që unë di nga shkencat politike, nuk i kam mësuar në shkollë. Kam lexuar vetë. Në qartë. Domethënë, po, në një lloj pengu të këtij lloji që mund të kisha studiu. Megjithatë, jo ndonjë gjë që të më rri mendja që më ka ikë shansi i madh në jetë ose duhet kisha bërë këtë gjë, nga këto jo. Sepse mendoj që gjithsesi jeta e tillë është ti mbyll një derë, hapen 10 të tjera dhe ti ke mundësi, oportunitete pafund, nga që shumica e rasteve i krijon ti vetë. E kuptoj. Ti je një natyrë e tillë, ti ke një natyrë optimiste dhe kjo dihet, edhe në debate ti ke elementin tënd. Unë uroj shumë që të takojmë edhe në situata të tjera, edhe në vendimarrje të tjera, edhe mos heqësh dorë nga dëshira jote për të qenë një zë, ashtu siç e thash fillim, i drejt për drejt. Në vendimarrjet që merr, por i drejt për drejt, i saktë edhe që çon nga pika A në pikën B gjën, sepse këtu në Shqipëri ti e di që hapen fronte, hapen situata dhe pastaj ngelen rrugës, edhe nuk dihet më edhe krijohet një kakofoni. Ti në fakt nuk e kështu dhe u shpresoj shumë që të kemi bisedat një natyre tjetër. Trafiku i Tiranës të çmend, besoj se po. I frikshëm. I frikshëm, se trafiku në Tiranë edhe na hyri gjatë podcastit, sado që do përpiqemi ta punojmë në post production, do ta kuptoni që studion e kemi në Tiranë, ku ka dhe bori makine, ku njerëz punojnë. Zonë bukur Tiranës. Do qetësohet ndonjëherë mendon Tirana? Tirana është bërë e vështirë, por unë mendoj që zgjidhen gjëra. Zgjidhen. Po të kesh vullnet, zgjidhen. Edhe kështu siç janë prish, me ndërtimet e me tjerat, gjithmonë kur do të zgjidhësh diçka e zgjidh. Po të t'ishte dhënë Tirana aty 3 gjëra, çfarë do t'i bëje si kryetar bashkie, se u fola. Ishe emri. Parkingje nën toksore, për shembull, kudo. Sot nuk bëhen parkingje sepse jepen leje ndërtimi, nuk e vret mendje njëri për parkingje dhe investimet shkojnë për shumica e lekëve shkojnë për rroga. Madje paradoksi në Tiranë është që Tirana mbledh shumë më te bashkia, mbledh shumë më tepër lekë se sa harxhon. Ky është ndërkohë që njerëzit janë të etur për sipërmarrësit për fonde, për kapital për punu, bashkia mbledh lekë dhe i man ark i kalon nga i viket tjetri. Por parkingjet për shembull, sepse në momentin që ti i fut makinat poshtë, ke mundësi pastaj të hapësh hapësira fryme. Tirana është sot ke cepa të bukur me një kafe të lezetshëm, me një palmë, një pemë aty, që mund t'i pëlqejë një turisti, por Tirana sot fatkeqësisht është e pajetueshme. Parkingjet jetojmë njerëzit, po jetojmë si parkingu nën toksor 1-2. Hapësirat publike, dhënia e frymëmarrjes së qytetit. Këto janë kryesor pastaj pjesa e infrastrukturës që është e nevojshme. Infrastruktura po edhe shërbimi ndaj njerëzve, qytetarit. Ne në Shqipëri nuk e kemi shumë të sensin që shteti duhet na shërbej. Ne duhet ja mbushim mendjen shtetit që të na shërbej. Nëse shteti s'na shërben, është normale. O ti shkon edhe, supozojmë, shef një zyrtar kështu të mërzitur që s'kan gjemë u marr me ty. Gjëja fundit që ty të shkon në mend është që ti je duke ja paguar rrogën atij. Dhe ai, natyrisht as ai vetë nuk e mendon kështu. Ai vjen nesër dhe të vë një job ty. Patjetër. Sepse këtë stemën e ke vënë këtu dhe jo këtu për shembull, dhe thot ma paguaj jobën se do t'i dhe bën, ma paguaj një jobën mua, shkon në gjykat, në këto gjykatat tona që është një proces drejtësie që është më vetëm mos ta prekim fare, edhe kur të vi rradha që të paguaj ai dëm shpërblimin e gjobës, ti
Ka kalu 10 vjet. Po, erdhi një Ndaj them inspektim. që ja vlen kjo? Po prandaj po them që është Dhe problem. ndryshe, ti mendon që rregullohet abuzimi kjo? i shtetit. Po rregullohet, po duash e rregullon. Problemi është janë vendos gjërat mbrapshtu, po të ketë kuptoj. vullnet politik të mirë, po të ketë vullnet dhe do vi dikur se njerëzit do i rriten kërkesat për E qartë. Ti me optimizmin tënd dhe unë nuk du ta vazhdoj më se pastaj dalim tek ato bisedat që bëjmë nëpër panele, nëpër lajme, edhe unë nuk dua që të jem atje këtu me ty sot. Unë falenderoj shumë. Faleminderit ty, u kënaqa. Edhe unë kënaqem gjithmonë bisedat me ty edhe shpresoj të lexohet librin e tretë që po bën Do ta sjell. me Gjakovën, është atë? Jo, ky s'ka lidhje me Gjakovën, është tjetër gjë. E lëm këtë. Me librin e tretë do takohemi përsëri patjetër. Miqtë, takojmë në episodet e radhës, mirupafshim. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.